أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falem Allahun subhanahu wa ta'ala Dërgëm salavatet dhe selame për të dashën tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik, dhe për gjithë ata që ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Dhe së dashur, Allah subhanahu wa ta'ala këtë muaj e ka veçuar dhe me një veçori. Cila është ajo veçoria? Muaji i cili Allahu e ka zbrit Kur'anin. Pasi Allah thot në Kur'an, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit i cili në këtë muaj ka zbrit Kur'ani. Nëse kthesh dhe shikon historinë e besimtarëve të mirë, do ta shohë që për Ramazan kanë qenë shumë të lidhur me Kur'an. Asi e shohim historinë të parëve tonë, të sahabët, tabiinët, ata në muajin e Ramazanit bënin shumë hatme. Kanë bërë, më thonë, kapi të që kanë bërë një natën një hatme, ditën një hatme tjetër. Me në muajit Ramazanit 60 hatme. Ne veç e lexojmë si informata. Jemi shumë, jemi mbrapa. Veç desha me nxit veten dhe juve që në muajin e Ramazanit besimtari kujdesin ndaj Kur'anit duhet ta ketë më të madh. Kjo nuk do të thotë që jashtë Ramazanit mos me lexoj Kur'an. Edhe jashtë Ramazanit lexoj. Por agjerimi edhe leximi i Kur'anit janë dy sende kur janë përmendur me një hadith. Thotë një hadith për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë as-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani al-'abdi yawm al-qiyamah. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjerimi dhe Kur'ani do të bëjnë shefaat ditën e Kiametit. Agjerimi dhe Kur'ani. Shikoni janë përmendur dyat me një hadith. Këta si besimtarë, më thonë i kanë kushtuar vëmendje Kur'anit, nga se agjerimi ka më bëjë shefat, ka më thonë ditën e gjykimit o Zot, filoni ka ndet unët, s'ka pi, s'ka hangër për meje. Ma mëso Zot bëjë shefat, ka më thonë agjerimi. Po gjithashtu ka më thonë edhe Kur'ani. Ka më thonë o Zot, personi më ka lexuar. Gjithmonë ka pas gjuhën e lagur me fjalët e mia. Ma mëso të bëj shefat. Dhe Allah t'ja mësoi Kur'anit me bëj shefat të gjykimit. Deshta në këtë fjalim shkurt, mi përmend disa obligime që i kemi ndaj Kur'anit. Fjala Allahu subhanahu wa taala, Kur'ani që është mrekulli e Zotit, ne ka shi Kur'anit i kemi disa obligime. Obligimi më i madh që e kemi ndaj Kur'anit është fillimisht ne ti besojmë. Pasi një ndër kushtet e imanit është edhe besimi në librat e Allahut. E rënd parë i Kur'ani. Ne kemi obligim, edhe dikush mund me qenë musliman, nëse mohon sikur të edhe një gjysmë ajeti. Pra i kemi obligim çdo sen që është përmendur në Kur'an, mi besue. Kjo është obligimi i parë. Obligimi i dytë. Ulemaja thonë për obligimet që ka besimtari ka shi Kur'anit është leximi i Kur'anit. Jo vetë kemi besu Kur'anit, po duhet ta mësojmë leximin e Kur'anit. Tu do të dëshojmë të bëjmë një vërejtje. Ne ai shohim disa xhamatit tonë, ndoshta me vite falet, por nuk dimë lexu Kur'an. Duhet ta kuptoj se për obligimeve ka shi Kur'anit është edhe me mësu leximin. Shumë letë, si mos kohën tonë, janë lecu shumë format mësimit Kur'anit. Vetëm duhesh me pas interes edhe me do një kohë edhe mësot shpejt. Kështu ta kuptojmë këtë çështje. Leximi i Kur'anit është obligim ndaj fjalës së Allahut. Kjo është obligimi i dytë. Obligimi i tretë. Si e kemi obligim me lexu, e kemi obligim me mësu përmendesh disa sure. Obligim. Pse tham obligim? A na duhet për namaz surja Fatiha? A na duhet për namaz disa sure? Mas pak të kanë thonë ulemat, njeriu ka obligim me ditë Fatihan përmendesh, edhe me ditë disa sure të shkurtra ose disa ajete, nga se na duhet për namaz. Ne dimi surja Fatiha në namaz, ku e ka vendin. Ka ulemat që kanë thonë është shtyllë namazit. Ka ulemat që kanë thonë është vajxhimi namazit. Pa ta nuk ka namaz.
E ai që nuk e di përmend, çish ka mu fal? Këtë arsye themi për obligimeve ka shi Kur'anit, e kemi me mësue, me bu hifz Kur'anin, atë sa na duhet për namaz. Po me mësu këtë Kur'anin, kjo është edhe vlerë shumë e madhe. Me dalë hafizi Kur'anit, me ja kushtu më një kohë Kur'anit, kjo është një vlerë shumë e lartë, por nuk është obligim. Është për suneteve. Dhe Allahu në Kur'an i përmend disa besimtar të mirë dhe thot Allahu që në gjoksat e tyre është Kur'ani. Në gjoksat e tyre. Këtu levat ka thonë në këtë ajet përmendet që Allah i ka vlerësu dhe i ka veçu hafizat. E ka vendos Kur'anin në gjoksat e tyre. Pra më thonë është vepër përqime, por me mësu Fatihan dhe disa sure për namaz, e kemi obligim. Kështë më thonë obligimi i tretë. Obligimi i katër, mundohemi, ka thonë djetarë, asë sa kemi mundësi, ta kuptojmë i Kur'anin. Se kemi obligim gjithë ne me dalë me kuptu këtë Kur'anin. Por sa kemi mundësi, e kemi obligim. Shembull, ta kuptojmë mas pak të Fatihan, ti kuptojmë i sute shkuta. Qka i be, kul huwa Allahu ahad. Qka i be, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Mas pak të qëto sure që lexojmë në namaz, më thonë me qenë të informuar për kuptimin e atyre sure. Kjo është obligim. Por në këtë Kur'an me kuptu edhe më mirë. Por më thonë, disa për tyre me kuptu, më thonë, është një ndër obligimet. Gjithashtu për obligimet që kena, pasi që e mësum leximin, i besum, e mësum leximin, e banëm hifz, as sa kemi mundësi, e kuptum sa kemi mundësi. Tani vjen obligimi i radhës me punu me Kur'an. Edhe këtë kjo qëllimi i Kur'anit. Kërë kam pitë Aisha radiallahu anha, çfarë morali kishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Çfarë tha Aisha radiallahu anha? Tha morali për sa ishte Kur'ani. Ka ishte një Kur'an që heste për me tokë. Gjitha ta ajetet ishin praktik jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra më kjo është një ndër obligimet, ne duhet me punu me Kur'an. Kur'ani nuk është dërgu vetëm me lexu me marrë sevape. Këtë rregull është. Kur'ani lexohet me marrë sevape, por qëllimi kryesor i Kur'anit është ne me punu me Kur'an. Jo me lënë Kur'anin vetëm kur ka menduar di rast vdekje, me lexu për vdekjen e Kur'anit. Mos plot musliman e lën Kur'anin vetëm në kësi raste. Po Kur'ani me qenë jetë, më thonë, e përditshme e jonë. Obligimi tjetër me radhën e gjashta, një ndër obligimet që kemi ndaj Kur'anit, mu shëru me Kur'an. Mu shëru. Ne, nëse na dhoni një smuje, asnjëherë s'më ka shkon meja te Kur'ani. Nëse i marrmi këtë sebepët, shkojmë te doktori, i marrmë lloj ilaçe marrmi, ama asnjëherë nuk na shkon meja me çel Kur'anin, edhe bi lexu vetes me burr rukje. Se leximi i Kur'anit me niyet shërimit quhet rukje. Rukja, më thonë, është një ndër forma se si shërohet muslimani. E rukja, kanë thonë dietarë, nuk vlen vetëm për sëmundjet shpirtërore. Vlen edhe për sëmundjet fizike. Që më dhem krija, e ki vra krajin, e ki thi krajin, ose smuje probleme tjera, edhe në kësi rase Kur'ani është shifa. Por është Kur'ani shifa edhe për sëmundjet shpirtërore. Mësyshi, sihri, e shumë sëmundje tjera, Kur'ani është shifa. Këtësi këta në të 6 obligimet që ne kemi ka shi Kur'anit familjar. Allah në mësof të ndrejshme raportin tonë me Kur'ani. Nëse Kur'ani është më një litar që në lidh mes nesh dhe Zotin subhanahu wa ta'ala. Allah ka thënë Kur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dhe gjithë ju kapën ju besimtar shumë fort me litarin e Zotit. Ulemat kanë thënë litari i Allahut në këtë ajet është për qëllim Kur'ani. Pra më thonë, e kemi në dorët tona. Pa me doni më dhënimi 400 vite kanë kalu, e kemi original ashtu si që ka zbrit. Një shkron më tepër nuk e ka dhe ma pak, nuk e mungon. Pa shikoj pa më lekudi, pa me doni krishter, jahudit, teorati, injili, ata janë deformum, edhe janë shtum, janë paksun, nuk kanë bet, do që kanë bet shumë pak diçka nga teorati dhe injili. Kurse ne du me qenë shumë krenar me Kur'anin që në kam bet ashtu si që ka zbit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah në mësot të përmisëmi raportin tonë me Kur'anin dhe tjetë Kur'ani pranver e zemrave tona. Dhe të lutmi Allah në saher, o Zotë bëne Kur'anin
pranverë të zemrave tona. Bëna Kur'anin drikë në zemrat tona dhe shërim nga mërzia dhe problemet. Amin. Vazhdojmë namazin. Allah i nderoftë.